mëshira Allahu qofshin mbi të dërguarin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjitha ata të cilët e ndjekun dhe mësojnë këtë rrugën e ditën e gjykimit. Jemi të jetu me ngjarjen e vdekjes së pejgamberit alayhi salatu wassalam. Njeriu më të dalluar njerëzimit, njeriu më të dashur te Allahu te Gjallëshanuhu. Pejgamberi tonë sallallahu alaihi wasallam, për cilën e falenderojmë Allahun Gjallëshanuhu dhe që na dërgoi me nxjerr njerëzimin prej errësirës në dritë, me udhëzu në rrugën e drejtë. Kemi jetu pjesën e parë dhe kemi ardhur deri te smundja e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Smundja që pejgamberit i shtohej dhe rëndonte trupin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Temperatura e madhe e që pejgamberi alayhi salatu wassalam kërkonte me i hudh ujë fytyrës për me ju lehtësu gjendja e smundjes. I bente të fikt pejgamberit alayhi salatu wassalam. I urdhoi sahabët që me mbledh ujë prej pusave të ndryshme, edhe vendosën pejgamberin në një vend ku i hëllën ujë, derisa ju lehtësu pak gjendja e tij, e pastaj e thirrri Aliun radiallahu anhu dhe Fadl ibn Abbasin. E morën për dorë dhe e fotën pejgamberin alayhi salam në xhami. Pejgamberi alayhi salam pa se njerëzit shumë ishin grumbulluar në xhami. Dhe kur u fut pejgamberi alayhi salam në xhami, sahabët e mendon se pejgamberit alayhi salam i ka kalu smundja e tij. Fillon me falenderu Allahun e Madhreshëm se pejgamberit i ka kalu, i heci smundja e tij dhe pejgamberi po i kthehet xhamis. Kem të regu rastin kur pejgamberi alayhi salam e ka urdhëruar Aishën që me dal e Bubekrit me i thanë me dal imam. Kur e pa e Bubekrit se ka hyr pejgamberi alayhi salam, deshi me lëshu vendin e imamit. Për pejgamberi alayhi salam i dha shenjë dhe i tha vazhdoj. Dil imam dhe e morën pejgamberin e vendosën në krahun e djathtë e Bubekrit. Me u falë pejgamberi alayhi salam mas e Bubekrit radiallahu anhu. Mbajti fjalimin e tij para xhamatit dhe po ju lip hallatën xhamatit, sahabëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ngrit para tyre dhe po i lën emanetet e fundit. Po ju bën me dije se unë kam plani jam është me hedh për kësaj dunjaje. Kam dëgju se lajmet, haberet po m'vinë se ju keni fillu me u friksu për jetën temë, se unë po vdes, po eci. A ka ndonjë pejgamber që ka qenë para meje dhe ka jetu dhe është gjallë hala? Po ju jep shenjë se krejt pejgamber para ti kanë hetë, edhe ky ka me hetë. E pastaj po ju thot, po ju lypi halallin tem. Nëse dikuj i kam shu në shpinë, që ku është shpina jam, dilni edhe merr në hakin. Është ngrit njani prej sahabe, një Ukashe Zejdi. Është ngrit dhe ka thonë, muaj dërguri Allahut, ma patëm shu në ditën e Bedrit kur i ndret Shesafa. Ma patëm shu në shpinë, e one po dalë pa i marrë hakun ha. Sahabët
Tu e pa pejgamberin e lodhën prej smundjes, po që ditën prej u kashësh, mu që me i mshu pejgamberin, po i thët sëllë një shkopin u kashësh. Jep një shtakën ndohën dhe të më shërë, dhe ta nëzjep hakin e vetë. Aliu është ngritë dhe i ka thonë, o i dërguari Allahut, le ta merë hakun në shpinën temë, le të sjellë sa të dojnë, veç ty mos më ta mshu. O ka që i ka afru, i është afru pejgamberit alayhis salam, e ka për qafën dhe ka puth. E ka dasht shumë, e ka për qafën. A i s'ka dasht me nëzirë hakun me imshu pejgamberit, por ka dasht me ka afru dhe me puth pejgamberit alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam po ju drejtohet sahabe dhe po ju thot ta janë nënsarët, janë familja, janë shokët e mi. Me pas kujdes ndaj tyre, për shkak se këta e kanë kry punën e vetë. Kush kanë qenë nënsarë, kanë qenë ata medinasit të cilët e kanë prit pejgamberin alayhis salatu wassalam kur ka shku prej Mekës në Medinë. Kanë qenë vendasit e Medinës. Këta njerëzit të cilët e kanë prit pejgamberin alayhis salam me shpirt, me zemër, me pasuri dhe me gjithë shka që kanë pas. E kanë nda për gjys me muhaxhirët të cilët kanë ardhur prej Mekës, gjithë shka e kanë nda për gjys. Atë shumë që e kanë desh pejgamberin alayhis salam, për ata pejgamberi alayhis salam po kërkon prej tyre që këta të kenë kujdes ndaj nënsarëve. Emanetet e pejgamberit alayhis salam po vazhdojnë. Dhe po ju thotojnë njerëz krejt emanetet, porosi që Zoti ju ka dhanë, t'ja kini fri Allahu xhelle shanuhu, devotshmëria të jetë seni juaj kryesor. O ju njerëz, po ju thët namazi, 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 wa ma meleket ejmanukum, dhe ato emanetet që i keni në duart e juaja. Ato që i keni para vetës. Emanetet e fundit pejgamberit alayhis salam, namazi për ju, namazi për ju, namazi për ju. Kështu pejgamberi alayhis salam, emanetin e fundit që ju ka lanë, ju ka thënë që kur të vdes, asnjani për jush mos hyjë në dhomën tëmë, për gati një orë më shumë, nga se i pari që dhe të ma falë mu namazin, është Allahu i madhërisht. Ai që dhe të ma falë namazin të më zdekjes i pari është Allahu. Kështu, emanetet e pejgamberit alayhis salam po përfundojnë dhe po kthehet në dhomën e tij. Tek Aisha radhiyallahu anha. E ka thirrë vajzën e tij Fatimën. Edhe i ka folë diçka në vesh. Fatimja kur ka hyrë në dhomë, ka thonë mirë për babën tëmë. E pejgamberi alayhis salam në veshën e saj i ka thonë, mos e mërzit se mas sotit ma nuk do të ketë dhij baba jëtë. Shenja se pejgamberi po hetë. S'ka ma dhij mas sotit. Pejgamberit alayhis salam po ja afrohet momenti i fundit me hetë prej dunjas.
E pas këti momenti kur Fatimia ka qaj, i ka thonë afër mungat edhe njëherë. I ka thonë njëri i parë që do të vjen mas meje, do të jesh ti. Dhe Fatimia është gëzu. Është gëzu se do të shkoj me njëherë të baba i saj. Kështu pejgamberi alayhi salatu wassalam, mas kësaj i ka thirrë dhe nipat e vetë Hasanin dhe Husejnin. Të dy nipa që i ka pas të dashur shumë, ja u ka dhënë emanetet e fundit. Derisa i ka ardhur Gjibrili dhe po i thot pejgamberit alayhi salam: Selamin e ki prej Allahut, a don me qëndru hala me jetu sa të ekzistoj bota, apo don me u kthy te Allahu? E pejgamberi alayhi salam ka thonë: Belir Rafiqul A'la, Belir Rafiqul A'la, ka thonë në shoqërinë e Allahut tek ai du me shku, s'du me nejt ma. Allahu që u t'i knaqë për pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam, me sahabët e tij dhe me krejt musliman. Do të gëzoj kytin merita, u hinata edhe dita, se kjo fe nuk më poshtet kur, rita djelit nuk zihet me tu. Do të gëzoj kytin merita, u hinata edhe dita, se kjo fe nuk më poshtet kur, rita djelit nuk zihet me tu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه ومن تبعه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون الحاضرون،
اتقوا الله تعالى وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Lavdrime dhe falënderimet I takojnë Allahu Gjelle Shanuhu, krijuesit të gjithësisë. Atë e madhërojmë, atë e falënderojmë, te kajnë mbështetim edhe vetëm prej Tij ndihem dhe mëshirë kërkojmë. Paqja dhe mëshira e Allahu qofshin mbi të dërguarin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e Tij, mbi shokët e Tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekun dhe e pasojnë këtë rrugë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, po jetojmë në hijen e dashurisë e Allahut Madhërisëm. Po jetojmë si ta dojmë Allahun e Madhërisëm dhe sa e dojmë Allahun e Madhërisëm. Po jetojmë në hijen e kësaj që e dëgjojmë nga Kur'ani dhe Suneti I pejgamberit alayhis salam. E pastaj I shtrojmë vetit pyetje se sa unë e du Allahun e Madhërisëm. Njëri e ka pyet pejgamberin alayhis salam dhe I ka thënë: "Meta as-sa'a?" Kur është kiameti? E pejgamberi alayhis salam I ka thënë: "Madha a'dadta laha?" Çka ti ke përgatitur për kiametin? I është përgjigj dhe I ka thënë: "Kam përgatitur hubbullah, dashurinë ndaj Allahut Madhërisëm. Atë që unë e dua shumë Allahun e Madhërisëm, atë e kam përgatitur. E du Allahun shumë, këtë e kam përgatitur për të." E pejgamberi alayhis salam I ka thënë: "Innaka ma'a man ahbabta." Ti je me ata që e don. Pra ti je me Allahun, pasi e don Allahun, ti je për të. Pra e ka përgatitur me e dash Allahun e Madhërisëm, ka jetu se si me e dash Zotin e Madhërisëm. Kanë jetu pejgamberi dhe sahabët sa me e dash Allahun. Me e ditë se ne sa e dojmë Allahun e Madhërisëm, e shofëm krahasime që I bëjmë, ashtu qysh Allahun në Kur'anin e Madhërisëm na ka thënë: "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum." Kështu ka vazhdu ajeti ku Allahu I Madhërisëm na thot: "A thu janë më të dashur për ju baballarët e juaj, më të dashur për ju janë bijtë e juaj, më të dashur për ju janë vëllezërit e juaj, më të dashurit për ju janë gratë e juaja, më të dashur për ju janë pasuria juaj, më të dashur për ju janë vendbanimet e bukura që I keni." E këto a janë më të dashura se sa që e doni Allahun e Madhërisëm. Këta I shtrojmë vetit pyetje gjithherë duke e llogarit: "A thu për mu janë më të dashura për Allahun e Madhërisëm krejt këto që janë përmend në Kur'an, apo është Allahu më I dashur për mu se krejt këto?" Unë I vendosi vetës time një pikpyetje me e pyet veten: "A thu sa unë e du Allahun e Madhërisëm dhe sa I kam mësu të tjerët?" Abbas ibn Abdul Muttalibi, agja I pejgamberit alayhis salatu wassalam, emanetin e fundit që I ka thirrë djalin e tij, po I thot: "Ta la emanet me e dasht Allahun e Madhërisëm dhe me ju nënshtru në urdhrat e tij." Çfarë emaneti I ka lënë Abbasit djalit e tij Abdullahut? Emanet bëjanën me e dasht Allahun e Madhërisëm dhe me ju nënshtru atij. Kthehemi vetës tonë dhe e krahasojmë. A thu çfarë emanetësh ju lajmi ne vetit dhe familjeve tona? A thu e mendojmë se I kemi urdhru familjen tonë se si me e dash Allahun e Madhërisëm? A I kemi mësu ndonjëherë? A ju kemi lanë ndonjë emanet familjeve tona që ta dojnë Zotin e Madhërisëm? Apo çka I porositin familjen tonë? Me e dash Zotin e Madhërisëm është diçka shumë e rëndësishme, e cila të bën me ndjerë në shpirë dhe në zemër një gjallëri të veçantë, se kur e dën edhe punon për të. Për ata Yahya ibn Mu'adh ka thonë: "Nuk është e sinqert
me I thanë se I du dikan e me kundërshtu me vepra. Kjo nuk është sinceritet me I dasht, me I thanë dikuj se po du ndërsa në anën tjetër çfarë do që të kërkoj me kundërshtu. Por e sinqert është me I dasht edhe me ju nështru në vepra dhe në ato që ai ka kërku. Për këtë arsye ne e dojmë Allahun xhalleshanuhu dhe I nënshtrohemi, nëse I nënshtrohemi atëherë kemi vërtetu se e dojmë Allahun e madhreshëm. Ibn al-Qayyim I ka rëndit 10 pika prej cilat kemi përmend disa në mesin e dietarëve të tjerë të cilët na kanë mësuar se si me e dash Allahun xhalleshanuhu. Por disa prej tyre do t'ju përkujtoj se Ibn Qayyimi në 10 e tij e ka rëndit jo vetëm leximin e Kur'anit, por e ka rëndit edhe të kuptuarit e tij, të thelluarit në të kuptuarit e tij, duke I menduar ajetet kur'anore që ne të mos e lexojmë Kur'anin si gazeta që I lexojmë ose revista që I lexojmë për çdo ditë, por me u thellu në kuptimet e tyre, duke llogarit veten sa thu ku jam unë krahas këtyre thirrjeve që Zoti I Madhreshëm I bën nëpërmes Kur'anit për të vepruar ose për të larguar nëpërmes ajeteve që na ndalojnë. Pra me lexuar Kur'anin, me kuptuar atë dhe pastaj me bërë krahasime me jetën dhe praktikën tënde. Gjithashtu Ibn al-Qayyim ka vendosur që t'i ofrohemi Zotit e Madhreshëm me nafile, jo vetëm me farze që I kemi të obligative, por krahas atyre me shtu edhe prej nafileve, prej namazeve dhe lutjeve tona që I bëjmë. Nëse unë ngritem në mes të natës, e në veçanti në 1/3 e natës kur I ofrohemi agimin, kur njerëzit janë duke pushue unë, I kam ngrit duar dhe e lus Zotin e Madhreshëm për falje, I kërkoj falje Zotit Madhreshëm dhe I bëj lutje e dua, e falenderoj Allahun xhalleshanuhu për cilësive që do ta dojmë Zotin e Madhreshëm, do të jetë një mundësi shumë e ardhë dhe e fortë kur unë ngritem dhe I bëj ibadet Zotit kur të tjerët lejnë. Të nderuar vëllezër, çështja me e dash Zotin e Madhreshëm nuk është një çështje që don shumë punë, por don seriozitet dhe sinqeritet. Me e dash Allahun xhalleshanuhu, ne kemi fen ton para vetit, nëse I përmbahemi asaj që na thret Allahu xhalleshanuhu nëpërmes këtij islamit të pastër, atëherë vërtetojmë se e dojmë Allahun xhalleshanuhu. Përndryshe nëse mendojmë ndryshe, duke I thënë me fjalë se e du Zotin, por veprat e mia janë në kundërshtim me atë që e flas me gojë, atëherë ku është sinqeriteti dhe serioziteti im? Të nderuar vëllezër, me e dash Allahun xhalleshanuhu do ta lehtësoj rrugën e kësaj jete dhe botës tjetër. Me e dash Allahun xhalleshanuhu do të thotë me e ringjall jetën tënde në këtë botë dhe me e fitu ahiretin. Për këto janë qëllime që ne e dojmë Zotin e Madhreshëm dhe në këtë formë ne, nëse e dojmë Zotin ton, krijuesin ton, atëherë ne kemi hapur rrugën e lumturisë të kësaj bote dhe botës tjetër. Nëse ne e vendosim dikant tjetër me e dash ma shumë se sa Allahun ton, e që realisht ndodh shumë herë tek ne, si njerëz të ngadhë dhe me gabime me mëkate të shumta, shumë herë I vendosin tjera çështje primare para Zotit ton, I vendosin para vetes ton dhe ato pastaj na shpihen në gabime dhe mëkate. Për këtë arsye, flasim dhe e thrasim që vërtet të jemi prej atyre që e dojnë Allahun xhalleshanuhu me sinqeritet të plot, me devotshmërinë më të madhe që I ka hije një besimtari, që ne të mos përzijmë askën në atë që duhet me e dash Zotin e Madhreshëm, qysh e ka dash pejgamberi dhe sahabët dhe musliman qysh e dojnë deri në kiamet. Allahu xhalleshanuhu na bëf prej atyre të cilët e dojnë atë më së shumti, sakrifikojnë për të dhe krejt praktika e tyre shkon në dobit e asaj që Allahu në ka thirrë në rrugën e tij dhe në rrugën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Kërkani falje dhe mëshirë se Allah është falës dhe mëshirues. Allahu na mëshiroft të gjithëve.
الكاملين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما له وتكريما له. فقال عز وجل في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فضل صلوات پیغمبر عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.